ka qenë arsye pse unë po e luaj këtë rol, edhe pse unë po bëj regji se kush me bë regji. Unë kisha dëshirën që ta kem prezent në këtë emision, se unë e vlerësoj emisionin tuaj, sinqerisht, vlerësoj edhe ju personalisht. Faleminderit shumë. Kisha dëshirë të jetë profesori Enver në këtë emision, është fundi i vitit, është përmbledhen shumë gjana këtu. Këtu 30 vite njeriu e parë. Emisionin e parë që e kam nisur Libero, mysafiri i parë, i ulur në karrigën e parë ka qenë profesori Enver Petroci. Po ashtu, pas disa kohësh, ka qenë edhe në një rrëfim më të gjatë këtu, kështu që është një humbje shumë e madhe për komunitetin artistik, por jemi shumë të lumtur që e kemi pas pjesë tjetës tonë. Vërtet. Unë nuk ideja është se unë nuk do të flasë për profesorin Enver, se fletë shumë filozofia e jetës ti, qoftë në teatr, qoftë në film, dhe qoftë në gjithë procesin e karierës ti të bëshme, në gjithë Jugoslavinë dhe mëtej. Njerim, po them, të pari njeri që kam taku në misionin tim, ose në përcaktimin tim kryus, dhe në studimet e mija si student, është Enver Petroci. Mona erdhi nga Beogradi, hapi akademi private në atë kohë që ishte diçka për neve, vërtet lajmë i intrigus, lajmë interesant. Dhe aje hapi edhe në Podujeva, atje në vendlindjen time, hapi njëtën studiu si që bëri këtu në Prishtinë. Dhe njeri prej tyre, unë isha i pari, Smeta Zemi thjesht aktori njohër, më njoftoj me profesor Enverin, unë u regjistrova aty, dhe kam vazhdu prej 95-ta, nëse s'gabom ka qenë kështu, po ban 30 vite, 2025 jemi tani, po ban 30 vite që... Si ishte takimi i parë? Çfarë kujton nga i takimi? Të bësh artist në atë kohë, të pa kohë, po e them kështu, ishte... Ka qenë rrethona e tij vështirë, rrethona ishte mirë, po ligjërata e tij e parë, takimi i tij i parë me studentët, me ne ishim një 10 student, 15 se di sa kemi qenë. Po ai serioziteti i tij na, si thush edhe... Ajo tregimi i tij i shkurt për vetveten e tij, kush është ai dhe çfarë ka synime dhe qëllime me këtë akademi që kishte sjellur këtu dhe kush ishte synimi ynë, sepse secilin një nga ne na pyeste pse ke ardhur këtu. Pse ke ardhur këtu, pse ke ardhur këtu. Dhe kjo ishte pyetje konkrete që neve na friksonte. Dhe sikur kishim frikë që mos e kemi gabuar derën, mos kemi shku në një derë të gabueshme dhe thoshte të lutem thuma me sinqeritet, dua sinqeritet 100%. Të ma tregosh pse ke ardhur këtu. Të ka thonë dikush, të ka cy dikush, të ka motivu dikush, apo ti vetë-vetiu ke dëgjuar, ke ndjerë diçka prej aktrimit këtyre gjërave dhe ky është domosdoshmë momentumi i parë. Pastaj ne kemi vazhduar me të dhe ai, unë pse e marr këtë shembull gjithmonë profesor Enverin, sepse motivi për të shkruar, motivi për të vazhduar me dramaturgji, me regjizurën, është Enver Petroci. Shkrimet e para të mijat në lidhje me teatrin, me rolet e vogla që i bënim në kohën e studimeve, dhe kur i lexonte shkrimet e mia, thjesht ato disa monologje, dialogje të vogla që unë i shkruaja, dhe më thoshte ti ke priri për të shkruar. Dhe ti duhet ta kultivosh me çdo kusht, ti duhet ta kultivosh, domethënë frymëzonte shumë, më ka motivu. Ka frymëzu? Ka ndiku? Jashtë mas, ta them. E marr shembull kudo, jo vetëm këtu në këtë emision, por është me rëndësi edhe këtu, me thonë se është një emision i shikuar shumë. Dhe unë kam vazhdu kritikën e teatrit, prej atëherë kam fillu, fakti fal atij që thoshte shkruaj për teatrin, sepse duke shkruar për teatrin do të hapen të gjitha portat e teatrit në jetën tonë, në karrierën tonë, nëse ke synime serioze dhe nëse ke qëllime serioze dhe nëse vërtet e ndjen fort këtë që për cilin je përcaktu, edhe kështu ka vazhdu. Gjithë betejë ime me vetveten time për këto vite, kam vazhdu kritik, paralelisht studime, aktrim, dramaturgji, më vonë në Fakultetin e Arte dhe në fond të regji tek profesor Fadil Hysaj, i kam rrëmbullaku dikon afërsisht 12 vite studime, gjithmonë duke punu, edhe duke punu dhe duke studiuar në jetën kohë, kështu që ishte personazhi... Faleminderit që e solle në Libero.